4, 3, 2, 1, gëzuar! Tirana priti me muzikë dhe fishek zjarre vitin e ri 2026 me një spektakël në sheshin qendror. Spektakli i fishek zjarreve ndriçoi qiellin e kryeqytetit në mesnat duke shënuar ndërrimin e viteve, ku 2025-a i lë vendin 2026-s. Qindra qytetarë u mblodhën në sheshin Skënderbej për të parë nga afër momentin e ndërrimit të viteve. Të mbëdhenjë të vegjël nga të gjitha moshat pan nga afër magjinë e fishek zjarreve që zgjati për disa minuta. Një fest i zgjati deri në orët e para të mëngjesit, nën tingujt e muzikës, ku shumë emra të mëdhenj artistësh performuan në koncertin e organizuar nga Bashkia e Tiranës. Ndërkohë të tjerë zgjodhën lokalet për të festuar, por edhe shtëpitë e tyre, po për të gjithë edhe njëherë shprehën dëshirën e përbashkët që viti 2026 të sjellë sa më shumë barësi, paqe dhe begati. Të vish këtu është privilegji më i madh që mund të jepet ndonjëherë në jetë. Të numërosh vitin e ri është privilegji më i madh që mund të jepet ndonjëherë. Kështu që këtë vit kemi vendosur që privilegjin t'i japin atyre që kanë punuar më shumë. Jo vetëm për qytetin, po për ta ardhmen e gjithë Shqipërisë.